Ministria e Punëve të Brendshme vlerëson se hyrja e personelit të sigurimit të ish-kryeministit Nikola Gruevski në hapësirat e televizionit 21 nuk paraqet asnjë shkelje. Madje ky gazetar qeveritar ka dërguar një sqarim për media ku demanton gjithë incidentin e së premtës, kur policët në rroba civile hynë në hapësirat e televizionit 21 dhe kërcënojnë gazetarin e televizionit. Sipas komunikatës së dërguar nga Ministria e Punëve të Brendshme, pjesëtarët e sigurimit të ish-kryeministit Gruevski kanë deklaruar se ngjarja nuk ka ndodhur në televizion, por gjetiu. Siç mund ta shihni tek dera shkruan qartë se kjo është hyrje vetëm për të punësuarit. Pikërisht këtu gjatë ditës së djeshme pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme hynën pa lejen e televizionit dhe morën materialet që gazetari jon i siguroi në rrugën Maqedonia. Mund ta shihni se këtu qëndron shenja e televizionit dhe gjithë kjo është pronë private e televizionit. Për më përbën, pjesëtarët e sigurimit gjatë ditës së premte kanë vepruar sipas planit dhe detyrimeve të tyre dhe se do të shqyrtohet çdo ankesë nga Departamenti për Kontroll të Brendshëm. Po ashtu në këtë komunikat thuhet se policët në civil kanë legjitimuar një qytetar të rëndomt, i cili ishte duke xhiruar me telefon Nikola Gruevskin. Në komunikatën e MPB-s po ashtu vërtetohet se këta policë civil ja kanë fshirë gazetarit që cilësohet si qytetar xhirimet nga telefoni i tij mobil. Redaksia e televizionit 21 do të vazhdojë të kërkojë sqarim zyrtar nga Ministria e Brendshme se me çfarë urdhri ka hyrë në hapësirën private sigurimi i kryetarit të VMRDPM-s, me që të njëjtit nuk kishin leje për këtë gjë. Kjo me që TV21 konsideron se një akt i tillë paraqet ndërhyrje të rëndë në punën e saj të pavarur dhe tentim për të friksuar fjalën e lirë dhe mediat.